Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në ekspozitën tradicionale, tashmë në edicionin e dytë të çmimit Art Klina, i cili bëhet si gjithmonë përderë të festave të nëntorit. Falenderoj për prezencën dhe kryetarin e komunës, profesor doktor Zenun Elizaj, drejtorin për kulturë, drejtor Bardeci, forumin intelektual të Klinës, Mestin Vance, drejtor të shkollave dhe ju gjithë artistë fesmarës. Për të mos zgjatër më shumë, ftoj kryetarin për një fjalë rast. Faleminderit Alban. Përshëndetje për gjithë ju artistë dhe artiste që jeni pjesë e kësaj ekspozite. Të nderuar të pranishëm, është kënaqësi që në vigjilën e festave të nëntorit, pra, për vitorit pavarësisë, jemi bashkë këtu në edicionin e 10, kjo tregon dhe dëshmon për përkushtimin tonë, edhe përkushtimin tuaj të artistëve pjesëmarrës, sepse kjo ngjarje nuk e ka peshën e vet, po të mos ishit ju ata që me krijimtarinë tuaj e rrisni vlerën këtij takimi, por të njëjtën kohë edhe fushëtarit tuaj. Urime për gëzim. Faleminderit kryetar. Në vazhdim, ftoj datorin e çmimit Art Klina, piktorin e njohur, ish kolegin tim, Idris Berisha. Përshëndetje dashur miq të artit dhe miq të Art Klinës 2025. Nderuar kryetar, nderuar drejtar i kulturës, servisë së sportit, të dashur miq, kolegë, piktar të ardhur nga qytetet e Kosovës, piktar me përvojë, piktar të ri, të mosha të ndryshme, që po e nderoni jo vetëm Klinën, por edhe artin në përgjithësi, me pjesëmarrjen tuaj, me veprat tuaja, të cilat po haprojnë me krahas, domethënë artit më modern, kontemporan në Evropës. Unë me këtë rast të them se si vjet është një vit jubilar, ose 10 vjetori i Art Klinës. E themeluam bashkë me Qeverin Komunal të Klinës, ashtu pak skeptik se sa do të arrihet të realizohet qëllimi dhe domethënë sa mund të arrijmë të mbledhim artist, por ja që arritëm në vitin e 10 dhe kështu unë shpresoj shumë se arti në Klinë do të shtrihet edhe do të merr domethënë për masat edhe më të gjëra, duke ju falendruar ju si krijues. Unë do të dëshiroj t'ju përgëzoj secilin për ju që keni marrë pjesë me veprat tuaja artistike, me veprat e reja, të cilat korespondojnë me zhvillimin e artit modern, por përsëris, dhe janë në hap me kohën, po qytetërisht edhe brezat që janë të ndryshëm këtu në ekspozit, janë të ngjashëm në tematik, po edhe në teknika të realizuara. Nuk po zgjas shumë sepse kjo është ekspozit festive, prandaj fjalët janë tepërta. Këtu pas piktorëve që kemi nga qytetet e regionit, Pejës, Prishtinës, kemi Suarikës e disa qytete tjera, kemi edhe një piktor për cilin pak kemi bërë përjashtim, nga se është një artist i lirë, të thoya autodidakt, por që e don me shpirt artin dhe jo është rek, domethënë me këmbgulje, është Brand Berisha nga Zvicra, një bashkëpunëtor, të cilit i urojmë suksese edhe në të ardhmen. Dhe i premtoj që do t'ja bëjmë një ekspozitë brenda vitit që po vjen. Unë nuk do zgjas shumë, katalogin e kanë përgatit Qendra Kulturës Sigura të Bashkimit me krejt kapacitetet e veta, Drejtoria e Kulturës sigurisht po i mbështet bashkë me kryetarin, edhe
kënaqësi e madhe kur bashkohen forcat dhe del rezultati. Tekstin e katalogut që keni në dorë e ka bërë profesori Bram Buzhala, i cili është mjeshtër i esejist dhe studius i letërsisë, dhe nuk po e lexoj, po të ndërmend të lexoj disa citate, po e lëm që ta keni surprizë domethënë të lexoj. Estetikisht unë e pash mirë, domethënë katalogun, që është një letër njoftim i kësaj ngjarje kulturore, edhe i përgëzoj për punën që keni bërë. Falenderoj dhe uroj mirëseardhje edhe për mediumet tona të Klinës, Radio Alba, edhe Klina Info. Njëherë një mikionin në radio, ku ishte Radio Driona, i pak përshëndet dëgjuesit e Radio Albës. Mirë po ai moderatori Lek Mësolli e arsyetoi duke u bashkëngjitur edhe ai urimin. S'po i natyroj për urime e gëzuar festa gjithve edhe faleminderit shumë për pjesëmarrjen. Për një fjalë raste, ftoj kryetarin e intelektualëve të forumit Luiz Gurakuçi, profesori Val Ca. Përshëndetje për gjithë të praneshëm këtë ekspozit, përshëndesim organizatorët, përshëndesim kryetarin e Komunës Zotë Muzeut në Lezaj, drejtorin e kulturës Zotin Drejtor Bardheci, dhe respekt për gjithë të praneshëm. Po ashtu, përshëndesim dhe përgëzojmë për punën e tyre kreative edhe gjithë piktorët që i kanë bërë këto veprat bukratare në rastin e festës së 28 nëntorit. Unë më me dëshirë kisha preferuar që të flasin një dashamiri i artit, por të respektu rregullat edhe skenarin e organizatorit. Ju përshëndes dhe në formën të intelektuali Luiz Gurakuçi. Faktikisht arti, piktura, është zhanri më i lashtë i krijimtarisë artistike. Dhe si i tillë, piktura përcjell përpas vlerave artistike, përcjell edhe lidhshmërinë në mes të historisë, kulturës dhe shoqërisë. Dhe si individit në të historisë, kulturës dhe shoqërisë. Dhe si i tillë, sot kjo ekspozit na kujton historinë e kaluar dhe në shenjë të festave 28 nëntorit, po më për kjo ekspozit, kështu që i përgëzoj piktorët, po ashtu gjithëve ju uroj festën 28 nëntorit. Faleminderit. Pjesë organizimit është edhe ndarja e menjuar për të gjithë pjesëmarrës, artistët që kanë marrë pjesë, po për shkak se disa janë dhe shpejt, nëse muna shpejt me ndarë. Ftoj drejtori që të ndarë shpejt. Zarije Popaj, ashtu, Lura, po vjen me asistent. Valgona Boshe, po shkak korrektësisë të zënjështë, Gjevdet Spahia, Skënderi Drizi, Afil Pesë, Shqipe Berisha, Refki Goloperi, Rejhane Bardi, Reze Gashi, është të motra janë është. Saba Berisha Ismaili, Selman Gashi, Luljet Arama Muqaj,
Kemal Myrtaj, skulpturë Myrtaj, Prem Berisha, Qazim Gjylani, Luiza Musollaj, Yaldes Mustafaj, Idris Berisha, Hyker Ejgjaj, Feta Shehu, Fatos Kabashi, Haji Kastrati, Hekuran Sokuli, Gani Sadiku, Avner Gjepaj, Azem Goshaj, Bedri Aziraj, Donjeta Kabashi, Anton Krasniqi, Arjanit Lakna, Agim Islami. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen, gjithë artistëve. Në këtë edicion kanë marrë pjesë 31 artistë në pikturë, skulpturë, fotografi. Para se të dalte ndarjen e shpërblimit, me qenë se në Ismet Krasniqi Lana, i takon edhe me qenë pjesë e qendrës së kulturës, një batur, një diçka. Prej zgjerive ka, prej Prishtinë, prej televizionit e këtu, me një. Ka mas në qikë të shkollë, sa folë ma me qepë, shkollë ma morën të një në pak, që me po. Ka të kujtojnë një shkollë. Po, për shëndetje për gjithë, urime organizatorit për manifestimin, urimi të Berisha që ke qenë i datorë e organizatorit që në fillim, urimi ju pjesëmarrësve, urime atyri që të marrën shpërblime, ju tjerëve suksesën të ardhmen, me që të atërën besoj se cili për ju që ka konkurru këtu në një mënyrë është një shpërblim. Sepse punime të tjerë marrë një kumëshur të punime edhe jo vetëm unë për shumë tjerë që jenë të njashë me punime të falin këtu. Normalisht atë si bazvenet do dikush me marrë një vend, e dikush normalisht njesin të jetë në të që të të mira edhe sigurisht dhe herëve tjera të ta kenë fatin e atyre që së të shpërblihen. Kështu që kanë kaluar disa vite që unë personalisht nuk jam pjesë e stafit të shtëpisë kulturës de facto, në aspektin juridik, për shkak se në pension, për që edhe të vite dhe nuk jam dalë nga aktivitetet dhe më ka afër tyne. Dhe unë pak ma arrohu në këlim, kryetar, shumë ma arrohu ose njerë që dalin pensionet, në për komuna tjera, në për shtëpit e kulturës, në për teatret, nuk gjojnë vend më të kthehen aty në shtatë për vizim. Në këllin e kem një situatë kaj tjetër, jem që shkemi qenë, jem bashkëpunëtor, tonë bashkëpuj me bodhe gjonat mira. Pra urime, sukseset, qëtë mira. S'dja këni një që komunistët më bo pështar, pa e të bona, aktor, bona, fotoreporter, bo, edhe piktar. Pa dhe qka po bojnë, nuk bëngjy brushën, veç me bajat në linjët e.
Paletën, përmoj paletën i drisi për gjynë për visata. Suksesën, miro të kërshë. Faleminderit Ismet. Të lexojmë të fituese deri tani. 2015 Refki Gollopevi Suare, 2016 Sania Dresha i Zenume Klimi, 2017 Azem Bashi Klimi, 2018 Gani Bayraktari Klimi, 2019 Shevqet Mavra i Stab, 2020 nuk u mbajt për shkak të pandemisë, 2021 Gjevet Pantina Klim, Prishtinë, 2022 Vjosa Bojari Prishtinë, 2023 Anton Krasniqi Pej, 2024 Valgona Gashi Prishtinë. Për të ndarë çmimet është edhe juria. Këtë vit juri në përbërje kemi Refki Gollopeni, Rego, Albolen Nesiri dhe Amir Regjida. Refkën e kemi nga Suareka, Albolenin nga Peja dhe Avlin e kemi nga Klina. Juftoj që të shpallë edhe mendimet. Të them të drejtën, para se të fillojmë me nda çmimet, dëshiroj që ta përshëndes kryetarin dhe të uroj sukses në mandatin e fituar tashrisht. Njerët, kolegë të nderuar, qytetarë të Klinës, urime dhe festa të nëmëtorit, një gëzim që e shënojmë çdo herë së bashku, edhe kësaj radhe përmes kësaj ekspozite. Është e vështirë me qenë juri, ma mërmenja që shumica prej kolegëve kanë qenë, kanë provu, e din sa sepse tash na jemi shumica shok mes veti, jemi mes ngushtë mes veti, edhe ka hatër mbetje, ka gjithçka, mirë po megjithatë është shija e jurisë, është ne kemi përzgjedhur 3 autorë, së bashku me jemi mundu që të përfshijmë gjeneratet, po edhe kualitetin, sidomos më shumë është edhe kualiteti. Pasi që artistët kanë konkuruar në lëmit të ndryshme të artit, edhe çmimet janë sipas kualitetit, por edhe sipas gjeneratave të ndryshme. Çmimin e tretë në lëmin e pikturës e ka Daniela Krasniqi, ka Bashi, si me vetë nga Regioni Klinës. Këtu e drejtorin të ndajnë vendin e tretë dhe fitur. Jashtë mikrofonit. Çmimin e dytë e merr një artist i njoftën, një emër i njoftën nga Mitrovica, i cili është Skënder Idrisi, me një punim artistik që quhet Mineralet e Trepçës, dhe këtu është këtu një Skënderis Qeka këtu. Vazhdoj. Dhe çmimi i tretë i parë është Bedri Aziri, skulptori, i cili është një skulptur të jashtëzakonshme dhe i dëshirojmë suksese dhe punë të më të thjeshme.
Faleminderit zëve, faleminderit Lidës. Dhe jam shumë i përgjegjshëm në adhurimin e festat të mundura. Faleminderit. Dim që ka pasë edhe shumë artistia meritorë, por ishte kjo mundësia që të dojnë vetëm të ishtë. Pra, e shpesoj që herëve tjera keni sukses, kërkojmë falje për atyre të cilët mendojnë që kanë qenë për çmim, po kjo është ajo që Juria ka vendosur edhe kështu që ju faleminderit për mirëkuptim. Faleminderit shumë, Juria. Me kaq që e shpallëm të hapur ekspozitën, e cila do të qëndrojnë 2 javë për gjithë ardashtë dhe nxënës të shkollës që vinë ta vizitojnë. Edhe ju ftoj për një fotografi të përbashkët. Edhe kataloge për tjetë kur s'ka, ka është javë. Faleminderit shumë. Urime 59. Orhan, drejtër. Kujtim. Thank you.